nisa me bashortën me djalin e vogël. Vajta si gjithë të tjerët emigrantë për të punuar. Para aksidenta farkoj aty, që po punonja dhe isha pa letra, pa dokument, veç një dokument kisha nga shteti që ma kisha dhënë për një vit. Edhe punonin punë, bujësie, qartë të dilte. Dilema të dilte nëse punon të isha një punë, në isha në shtëpi. Vete me një komshi aty më merë, më thotë, hajde të shikojmë një punë. Vete të shikoj atë punë, djalin e kisha në shtëpi, dhe nuk kishte shkollë. Vete të shikoj atë punë, nuk bëra ma vete dhe ta linja për më të nisme. Kur vete në shtëpi, djali kishte dalë nga shtëpia. Kisha lënë 1-2 euro në mbi frigorifer, kishte marrë ato, kishte dalë. Po sa ulën në divan jashtë për pi cigaron, në atë kohë me telefonaja Leva, ai djali që shpëtovi, që nxori nga ujë djali ti me gjithat e djali ti të spiron, me merë telefon, ku je më thot mua, në shtëpi. Djali ku e ke, këtu e kisha po nuk e ti tash ka dalë, hajde më thama se po të mbytet djali. Po reqarë thuaj thashëm, ata se po të mbytet djali më thama. I tromaksur për momente se njerës të gjallë jemi njerës me gjakë. Vrejrë, unë ngritë ati kënja direkt me vrap, me vjene i komshiu, tha nësi kam i komshi aty janë nga Flora, ata janë familje. Me vjene motore, më thotë, më blidhe vetë, thotë se nuk ka gjë, nuk e zgjallit tonë, thotë. Me merë në motor, vetë ati direkt, kur vetë atje, në atë kota për i nëzirni. Po unë nuk arrita, nuk më lejonin që të shikonja. Nuk kupton, nuk arrinja që të shikonja të i fare. Pastaj më merë, si që shumë, më marrin ata e qojnë djali në spital me gjithë shokun e vetë Spiron, në atë greku, i marrin në qojnë spital. Po në moment ati këshin numër të 2 fëmijët, i këshin numër ato fare. Pastaj me makinerin ata me elektroshopin i këshin sjell në jetë. Fillovi pa i punon të zemra, unë isha akoma në komisariatin e në artë ati, se nuk më lini për arsye që mos më shumë për që më qetësuar mua. Më mbajtë infarkuj atje, kur më thanë që më morën telefon nga spitali në polici, i thanë atyre, tha djali, tha erdhën një të 2 fëmijët, dhe të shikojmë sa tash i reagimi. Që aty pasaj i këshin thënë telefon atyre që nuk duhet t'i mbajmë këto në telefon, po i këshin thënë që nuk ka shumë, do t'i dërgojmë direkt, e i dërguan në patër. Brenda 30 minutave do t'i qemë në patër, thasë ati është. I dërguan ata në patër, unë bera një copë kartë për nusën se i kisha pa letra fare. Edhe vetë veç një kartë kisha. Më beri një kartë të policia direkt me sekonda, aty ma dha, vajtëm në spitali lartë, ati nuk lejoshe, pa i doktorit dhe falenderoj një mira doktorin grek, sa të gjohë, tha unë asë njëri nuk kam lejuar që të jënë, tha në pacienti kur është një dekome, tha kur është. Na lejovi vajtë me pam, ati veçëm zemra i rinte. 2-3 ditë munduam më mëse mos kthejt në jetë. Fatkeqësisht nuk më kthejt djalli në jetë. E më thot doktori, pleti thot berën të pamundur, nuk ishte veçëm e doktor, ishin nga tëra vendet e botës që këshin ardhur për të shpëtuar të 2 fëmijët, ja një të dy nuk shpëtuan. Edhe pata si ta shpjegoj, i kishte shtakuar trurin. Nuk kishte oksigjenin e durur që ta shruaj. E më thot doktori ditën e tretën. Në 2008, vem ditën e tretën. Thot doktori, thot, yrë më bërë në dilema ditë e kur u gjita në shkallët, nuk më bërë një kemë, më prej kemë. I them bashkëftës, nuk mund të eci do të me. Ajde më thot kjo, thot, në të japim kuraj të vem të shikajmë djalin. Kur na jep fjallën doktori, basta që më vjen keq thot, jo vetëm djalit tanë, pa dhe djalit tjetër, tha, spirma tha të dytë një, tha, kjo nisi me gjithë spirma tha, nuk mund të stilemi një jetë do të si duhet. Desiron, më thamë aty ish brenda ta shikoj shpirt fundit, unë tash nuk mundem me ta, se o preva, se si do prind për fëmije. Kurse bashkërtia yri, tha dhe vetë ta shikoj shpirt fundit, unë nuk yra me. Pastaj, më tha doktori, djali tha nuk bëhet me. Dëgjoj thash, me që djali nuk bëhet me, thash. Zemra ti punon thash. Zemra ti punon thash. Qofse zemra ime thash, jetë e gjallë, të verë në çdo lloj trupit të njeriu tash, fëmijë, çfarë do të jetë, ndaç, grek, shqiptar, italian, gjerman, çdo lloj greku, çdo lloj një personi tash, veçëm zemra e djalit tim të jetoj tash. Në atë moment mirë tha, faleminderit edhe Spiro tha djalit ta qashëm. Familja e djalit Spiro se edhe ata kishin bërë dhuratën për organet e fëmijës. Tash unë i bëri, ai unë bëj tash, nuk i bëj tash asin fare interesi, po veçëm që të ndihet zemrën e djalit tim gjallë. Ndeta e 2 ditë pasaj, atje, neta në shtëpia që kisha me qiratë në Greqi, gjithsa mbarova me djalin, pasaj ka marrë djalin, pa një problem fare,
as nga shteti grek. Megjithatë të njerëzimi që kisha aty shqiptar, grekëshar ishin termë respektuan. Për 3-4 ditë që ndajnë atje në shtëpi, po them javën që kam ndetur në shtëpi, ma më kanë respektuar gjithë, kanë hyrë e kanë dalë. Qati pasaj erdhën doganët, oda firmën, s'më thanë asgjë, sa morën vesh direkt, më dhanë mushullimet, erdha këtu jam. Këtu jam në shpinë e si me vire, të virit, sa unë s'kam shpi, sa unë pra shpi, unë isa e mora rrugën e migritës, të bëhem si gjithë të tjere. Po i madhi Zot, më dha një sprap të rande që shpirti im e di si po jetoj deri tani. Apeli them kaq, të gjithë popullit nëse dëshirojnë se drejt me thënë, se për një qëllim vajten, për një hallë, për një shtëpi, për një diçka që të jetoni, po pati mundësi të shikojnë, të mendojnë, në ndihmë, sa do pak e vogël tjetër për mua gjë e madhe, se prapë gjë. Vajta në emigrim, pavarësisht se Zoti më kthevin krah tjetër, s'ka gjë, prapë Zotin e falenderoj, se s'ka një sa na ka dhënë këtë jetë, ai do na marrë. Kaq, po që tjetët mundësia për çdo njeri, për çdo person, si do pak, për mua është gjë e madhe. Tani kam 2 çupa dhe një djalë. Jo, i kam të mëdhenj. Këta kisha të voglin pleqërisë. E këta që e mbamën fyzit e ballit, ai mori Zoti.